ta mërmenja sa shërbën gjuha. Sa mëkatet të mëdha vijnë nga gjuha. Fillimisht të folërit për fenë e Allahut pa dije. Piksa vije. Mëkati më i madh i mundshëm. Vije pe gjuhës. Shpifja, thashë thamet, përgojimi, bartja fjalëve, ofendimi, apo pastaj gjithashtu nënçmimi, përbuzja e dikujt, e mëkate shumë të që vijnë nga gjuha. Të gjitha të mëdha. Asnjëherë nuk është me kruh. Se po të hymte me kruhat, ti Allah në mësot dalin. Ama të gjitha mëkate të mëdha, që kategorizohen tek zinaja, te hajnia, te mëkate të mëdha. Atje nëse njerëz sikur të vëmendje. Po të është thjesht. Ne themi se mëkatet e gjuhës, mëkatet të mëdha kategorizohen te mëkatet të mëdha atje, te vjedhja, te prostitucioni, te mëkatet që janë të shëmtuara. Pikërisht atje rangohen mëkatet të mëdha të gjuhës. Prandaj është me të vërtetë një thirrje për vetëdijim për të gjithë neve që jemi të kujdesshëm dhe të reflektojmë si duhet pasimin tonë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në bazë të kujdesit tonë për gjuhën.